Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në leximin e librit i Mzot Vincenc Prenushi me shok të martir, profili historik hagiografik, shkruar nga At Leonardo Di Pinto, Francescan. Ky libër na sjell kujtimin e Mzot Vincenc Prenushit dhe të meshtarëve martirë që dhanë jetën për Krishtin dhe për Kishën. Përmes këtyre faqeve ne ndjejmë forcën e fesë, dashurinë për atë dheun dhe shembullin e shejtërisë që frymëzon edhe sot. Është një ftesë për të mos harruar dhe për të jetuar me guxim e besim fen ton. Për ju lexon motor Irenea Lekaj. Ju ftojmë të dëgjoni vazhdimin e librit nga jeta e Mzot Frano Gjinit. I lumi Mzot Frano Gjini i peshë, të rritë kanë të drejtë të jetojnë. Familja e tij përveç prindërve, Pjetër e Drande, përbëhen nga 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem. Vlla i madh quhej Kol, motra Tin, e cila nuk u martua, ja kushtoi jetën shërbimit dhe ndihmesës së të vllait meshtar dhe pastaj i peshë. Franoja lindi me 20 shkurt të vitit 1886 dhe u pagzu me emrin Nush, zvoglim i emrit Frano, një ditë pas lindjes në famullinë e shetes Mari Magdalene në Shirok të Shkodrës. Me që shfaqi inteligjencë të parakoshme, 5 vjeç në vitin 1891 filloi shkollën fillore, të cilën e përfundoi në vitin 1897 dhe pastaj gjimnazin pranë kolegjit Saverian, drejtuar nga Etrit Jezuit të Shkodrës, ku qëndroi deri në vitin 1897. Për shkak të shëndetit të dobët, i ndoqi pjesërisht këto shkolla. Më pas bëri studimet klasike e teologjike në përgatitje për meshtari, në mënyrë jo shumë të vazhdueshme, me që studioi në mënyrë private, duke qëndruar me arqipeshvin e vet të Durrësit, i Mzot Primo Biankin në Delbnisht, ku u ndoq nga një meshtar. Pasi përfundoi formimin për të bërë prift dhe u inkardinua në arqipeshvinë e Durrësit, në atë kohë katedrale u shugurua meshtar me 28 qershor të vitit 1908 nga arqipeshvi i Mzot Primo Bianchi, i cili e orientoi kështu drejt karrierës kishtare. Në fakt, arqipeshvi e deshi me njëherë si sekretarin e vet në Delbnisht, ku banonte dhe famullitar deri në vitin 1912, pra shërbeu si famullitar në Durrës, njëherë të parë për 13 muaj deri në vitin 1914, sërish në Delbnisht si sekretar dhe famullitar prej vitit 1914 deri në vitin 1917, pastaj famullitar për herë të dytë në Durrës për një kohë të shkurtër dhe në vitin 1918 u emërua vikar i përgjithshëm i arkidiocezës. Në vitin 1918 shkoi famullitar në Derbend të fushë shkrujes deri në vitin 1919, prej datës 14 nëntor të vitit 1919 për herë të tretë famullitar në Durrës deri në vitin 1924. Prej këtu nga arqipeshvi vet i Mzot Francesco Melchiori u dërgua për 4 vite famullitar në Kurbin. Në vitin 1928 shkoi famullitar në përlat tek Thelles, ku qëndroi 2 vjet deri në zgjedhjen dhe shugurimin e tij peshvnor me 24 qershor të vitit 1930,
u zgjodh i pezhv. Me 3 korrik të vitit 1930, Juda Selia, titullare e Semtes, dhe me 28 tetor të vitit 1930, u shugurua i pezhv i abatësis Nullius të Shen Lejshtrit të Oroshit në Mirdit. Në vitin 1944 u emrua administrator apostolik i dioqezës së Lezhës dhe me 19 nëntor të vitit 1945 u emrua regjent i delegacionit apostolik të Shqipërisë dhe me 4 janar të vitit 1946 u transferua në selin e pezhnore të Lezhës, duke vazhduar të ishte administrator apostolik i Oroshit. Shënim i rektorit sipas Markus Peters në librin e tij. Përballjet e historisë së Kishës Katolike në Shqipëri të vitit 1990-1996, Qendra Botuese Shoqata Jezuite Tiranë 2010, i mësot gjini rreth gjysmës së vitit 1946, domethënë pas vdekjes së i mësot Gaspër Thaqit, u emrua edhe arqipezhvi Shkodrës, por kur nuk i mori në nxotrim këtë dioqez sepse u arrestua. Kishte shtatë e hedhur, fytyrë të gjatë dhe të qeshur, sy të gjallë dhe inteligjent. Ishte i sjellshëm, i shtruar dhe bindes. Edhe pse formimi i tij kulturor çalon të pak, karakteri i tij i fortë, i gjallë dhe i vendosur e ndihmoi që të jetonte dhe të vepronte në një nivel më të lartë se ai i zakonshmi. Në vende të ndryshme ku veproi, të gjithë ata që e kanë njohur theksojnë se ishte shumë i dashur, i devotshëm dhe i sjellshëm, i përkor, i ndershëm, i përmbajtur dhe si rjedhoi shumë i respektuar dhe i dashur prej të gjithëve, katolik e musliman, mes të cilëve diti të sillej me lirshmëri dhe angazhim, duke u interesuar për nevojat të gjithëve, jo vetëm të katolikëve. Qysh në fillim, ja besoi veten dhe misionin e vet Virgjës Mari nënës së Këshillit të Mirë, pajtores qiellore të Shkodrës dhe të mbar Shqipërisë, duke nxitur devocionin e saj. Her pas here në shkrimet e tij del kjo ndjenjë birnore dhe plot besim ndaj Marisë, si për shembull në rastin kur si i pezhv, duke i shkruar një seminaristit të tij që studionte në Rom, krejt pranë shugurimit meshtarak e porositi. Luteni Zotin edhe kur të ligështoheni, gjithçka ofrojani atij. Ai është ati dhe nuk i braktis fëmijët të vet. Vihuni nën petkun e Zojes dhe luteni edhe për i peshvin tuaj që ju mban fort në zemër. I shtyr dhe i mbështetur prej lidhjes së tij me Kishën, zelli për shpirtrat e brente, duke dëshmuar kështu se sa për zemër e kishte nxitje njerëzore dhe shpirtërore të deleve të veta. Nëse fusha e interesit të tij baritor duhej të ishte vetëm ajo katolike, nuk i ndjente të huaj ata që nuk ishin katolik. Në fakt, pyetjes së një pyetësori, nëse sipas hyjit ka diçka për të propozuar si famullitar për rritjen e fesë, përgjigjja e tij ishte shumë e qartë. Propozoi në famullinë e tij të Durrësit ndërtimin e një shtëpie rregulltaresh për të edukuar djemt dhe vajzat. Mund të ishin salezianët që kanë edhe oratore, ku mund të shkonin edhe ata që nuk ishin katolik, domethënë muslimanët dhe ortodokset, gjithmonë me miratimin e arqipeshvit. Të gjithë dëshmojnë se edhe si i peshv, ju shërbeu besimtarve të vetë si një famullitar i thjesht. Ishte i drejtë, i dhimbshëm dhe i palodhur. Kishte një kujdes dhe zel të veçantë për të gjithë dhe për gjithçka, në veçanti për të smuret dhe nevojtaret që ishin shumë. E thrisnin edhe natën për të smuret, që duke bërë jo pak rrugë për t'i arritur në ato male,
nuk u jepte vetëm sakramentet, por edhe ilaçe. Kur fliste ose predikonte, i dashur siç ishte i mbreht dhe përshkues. Edhe pse ishte këmbgulës dhe i vendosur, nuk ishte i ashpër me popullin, por i fortë dhe i drejtë, siç që me motrën italiane të Kalmetit, ku e kishte Selin si i peshq i Lezhës. Në fakt, në janar të vitit 1946, kur regjimi komunist ishte vendosur plotësisht pranë atyre motrave, mbrojti disa aspirante që kishin qëndruar aty si për të bërë rolin e përkthyeseve, ashtu edhe për të bërë postulandatin në vend që t'i dërgonin për t'i përgatitur në Tiranë, me pas do të shkonin në Breshja për të bërë noviciatin dhe për të realizuar kështu qëllimin e tyre për t'u bërë motra, siç ka thënë njëra prej 2 aspiranteve të asaj kohe, Mrika Coli, me 11 tetor të vitit 2005. Kjo tregon se ishte edhe një bari shumë optimist. Në fakt, pavarësisht se situata ishte zelës, Imzot Franogjini shqetësohej për formimin e këtyre vajzave aspirante për motra, si shenjë e shpresës që u shente për të shkuar sa më parë drejt kohëve më të mira. Fatkeqësisht, në fillim të po këtij viti, pak ditë më vonë, të gjithë rregulltarët dhe rregulltarët e huaj u dërguan në Durrës dhe prej aty me 26 shkurt u riadhesuan, kurse ato 2 vajza mbeten e Kalmet. Jepte shembull dhe kërkonte që edhe të tjerët të bënin po ashtu. Mbesa e tij Roza Gjini me 7 mars të vitit 2003 ka thënë: "Ishte i dashur dhe të gjithë mirëdëtorët e kujtojnë si barit e mirë. Ishte guximtar." Për guximin e tij ka folur edhe muslimani Ramadan Sokoli, i cili ishte në burg me të në të njëjtën qeli. Flinin njëri pranë tjetrit dhe ka dëshmuar se ishte i hapur, i dhimbshëm, i përvujt. Kishte një fe të fortë, të tillë sa na e transmetonte edhe ne. Që një krijesë e arqipeshvit të Durrësit, Imzot Primo Biankit, të cilit i qëndroi bir besnik deri në fund dhe të cilin e ndihmoi shumë si sekretar dhe si vikar i përgjithshëm qysh prej vitit 1918, duke quar përpara jetën dhe aktivitetin e dioqezës. Pak nga pak që arqipeshvi po humbiste forcat fizike e psikike, jezuiti atë Francesco Genovesi, duke i thënë lajme në lidhje me dioqezat shqiptare, Imzot Camillo Laurenti, sekretari kongregatës propagande Fide, shkroi: "Për arqipeshvin e Durrësit, Imzot Primo Biankin, do të them se tashmë është i paaftë të drejtojë arqipeshvin, sidomos në rrethanat e pranishme, dhe kjo veçanërisht sepse është i moshuar dhe prej rreth 2 vitesh ka humbur pothuajse edhe kujtesen. Është koha që t'ja lër në dorë drejtimin e arqipeshvisë vikarit të tij të përgjithshëm, që ishte i ri, ishte 32 vjeç, por me shtar i drejtë, Dom Franogjini. Jo për fajt të këtij të fundit, por për shkaqe të tjera, ajo arqipeshvi e ka humbur rëndësinë që kishte. Si me shtar ashtu edhe si i peshq, sipas asaj që ka thënë me 22 tetor të vitit 2004 Bib Tuci, që pati njohur në Orosh që më të vërtet njeri i mençur, i rregullt, korrekt dhe i zoti në gjithçka, si për shembull në administrimin ekonomik, dhe ishte i shkëputur nga të mirat materiale. I lidhur fortësisht nga lidhja baritore dhe dashuri birnore me Imzot Primo Biankin, jo me kot ishte një krijesë e tij me pasardhësinë e tij, fratin minor Imzot Francesco Melchiorin, i cili prej vitit 1921
kishte qenë ndihmës dhe pastaj menjëherë i peshq. Nuk pati të njëjtin mirëkuptim. Gjërat e vogla prej të cilave nuk përjashtohen as shpirtrat më të mëdhenj. Prej pak më shumë se një vit, i mësot Melkiori ishte i peshq, kur filluan keqkuptimet dhe kundërshtit nga ana meshtarve, që kështu mbyllen letrën që i dorëzuan në dorë 2 prej tyre. Kleri dhe populli i arkidioqezes ju falenderojmë për shërbimin e bërë dhe ju lutem që të dilni sa më parë. Letra mban edhe firmen e Imsogjinit, vikari përgjithshëm dhe famullitar i katedrales, që me 16 janar të vitit 1923 e kishte nënshkruar, por me këtë shtesë shoqëruese. Arsye të vërteta që duhen raportuar në vendin e duhur, por jo në këtë periudhë. Do me thënë dhenja e duarve arqipeshvit dhe e ultimatumit për t'u larguar. Imzot Kozi në përgjithësi është dashamires me Don Franogjinin, ndër të tjera i shkruan kongregates propagande fide. Përsa i përket famullitarit të Durrësit, Imzot Franogjinit, edhe pse është treguar qysh në fillim pak dashamires ndaj arqipeshvit të ri, megjithatë, nga letërkëmbimi që ka pasur me Don Mikel Lezhen, famullitar i Tiranës, dhe Imzot Lek Bitrojen, famullitar i Bilajve, del qartë se ai nuk e miratoi ndjekjen e paligjshme bërë prej tyre, duke theksuar se nuk donte të ndiqte në rrugë jo ligjore e jo juridike, edhe nëse do të duhej të psonte atë që kishte psuar tashme. Dhe shton, por Imzot Franogjini, vikari përgjithshëm i arkidioqezes, duke qenë qysh në fillim në dijeni të komplotit, duhet të kishte ndërhyrë me autoritet për të ndaluar ose të pakten të lajmëronte me njëherë zyrtarisht autoritetin përkatës kishtar. Por oportunizmi është edhe njëra prej temetave më të zakonshme të klerit dhe popullit shqiptar. Delegati apostolik Imzot Ernesto Kozi në lidhje me këtë pohim shkruan: duhet të merret si një hatërmbetje për mos zgjedhjen si arqipeshk të Durrësit të Imzot Franogjinit, kandidati Imzot Bjankit, apo në vend të tij Imzot Bumçi, i dëshiruar prej klerit, por emrimi i njërit dhe i tjetrit do të kishte qenë vetëm në dëm të arkidioqezes. Në ngritjen kryet e klerit kundër Imzot Melkiorit, u përfshi edhe metropoliti Imzot Lazar Mjeta, arqipeshvi Shkodrës, i cili i shkruante kështu të deleguarit apostolik Imzot Ernesto Kozit. Shkova në Bilaj, ku erdhen i nderuari Don Franogjini, famullitari i Durrësit, Don Mikel Lezha, famullitari i Tiranës, dhe Dom Lek Bitroi, famullitar i atij vendi. I nderuari Dom Gjini jo vetëm që deklarohet i gatshëm për të ndrequr me çdo mjet, në rast se fjalët e shkruara prej tij në letër nuk kishin treguar respekt, por edhe protestoi se ishte përpjekur që t'i ndalte si vëllezrit e vet për të mos e bërë një veprim të tillë, por se nuk ja kishte arritur dhe thoshte se e gjithë kjo mund të vërtetohej me dokumente të cilet me premtoi se do t'i mi dërgonte. Siç shihet, pati një sër ndërhyrjesh nga ana autoritetit kompetent, pikrisht siç saktësonte Imzot Gjini dhe organizatorët u tërhoqen, kështu Imzot Melkiori u la aty derisa vdiq me 28 tetor të vitit 1928. Pasi kaloi stuhia e kësaj kundërvënie meshtarake, Imzot Gjini ndër të tjera i shkruante kështu ordinarit të vet: u bën gati 3 muaj që dëgjoj të thuhet dhe të përsëritet nga kleri shekullar dhe ai rregulltar se unë pas kam qenë
Organizatori dhe nxitsi i letrës së paraqitur shkelqësisë suaj me 25 janar të vitit 1923 nga si vëllezërit e mi me shtar. Nuk kam dashur të reagoj kundër këtyre shpifjeve që janë krejtësisht të rreme, sepse jam i bindur se efektet të tyre janë pjesë e një tërësie akuzash kundër meje që unë parashikoja pikrisht kur e nënshkrova këtë letër me 16 janar të këtij viti, kur pra pash se nuk mund të pengoja atë gjë. Por tani që gjërat u qetësuan, që fitoria e fortë e ligjshmërisë ka triumfuar mbi paligjshmërinë, milioni shkëlqësi që edhe unë të them përvojtërisht fjalën time të fundit, të sinqert dhe të prerë mbi këtë çështje. Ashtu si nuk isha dhe as nuk jam, kështu shpresoj në Zotin që as nuk do të jem organizatori dhe nxitsi i kësaj paligjshmërie dhe i të këshillave si kjo. Megjithatë, kjo mungesë dashurie me shikim të parë si mizogjinit dhe arqipeshvit të vet, bëri që ata të kishin vetëm një marrëdhënie respekti të detyruar, mjaft të ftohtë, madje gjë që e shtyu arqipeshvin në vitin 1924 ta transferonte Imzot Franogjinin prej famullisë së Durrësit, më pak katolik, por shumë të rëndësishme në famullinë e Shnaprendes në Kurbin në Mal. Delegati apostolik atëherë kështu i shkroi kongregates Propagande Fide. Po e lë me një anë mundësinë, vendimi ishte marrë me 16 shtator të vitit 1924, e transferimit të Imzot Franogjinit që nxiti kundërshtrime të forta prej këtij populli të Durrësit, përfshi muslimanët dhe ortodokset dhe mos miratimin e trupit diplomatik, vlerësimin dhe respektin e të cilit Imzot Gjini kishte ditur ta fitonte, dhe thot se ja kishte bërë të ditur Imzot Francesco Melchiorit largimi i Imzot Gjinit prej katedrales së Durrësit në një famulli në Mal do të merrej si një masë ndëshkimore. Arqipeshvi nuk e besoi dhe pavarësisht gjithçkaje, Imzot Gjini u transferua në Shnaprend. Përveç asaj që kishte ndodhur më përpara, ndodhi edhe një tjetër grindje e pakëndshme mes Imzot Melchiorit dhe Imzot Gjinit përpara se ky, duke u bindur të nisej për Kurbin, bëhi fjalë për lëndë të blera dhe punë të caktuara të vështira bërë për restaurimin e kanonikes së Durrësit, që u zgjidh me shumë qartësi, sidomos nga ana e Imzot Gjinit, që ishte sakrifikuar aq shumë për një gjë të tillë, duke pasur parasysh atë që shkroi delegati apostolik i asaj kohe, Imzot Ernesto Kozi, Imzot Melchiori nuk dinte të sillej me klerin, domethënë nuk duhet të ishte njeri i lehtë. Aq është vërtet sa në një letër tjetër dërguar prefektit të kongregates, pasi kishte takuar për të disatën herë, Imzot Melchiorin shkroi: Munda pastaj të konstatoj se tani Imzot Melchiori e ka kuptuar gabimin që ka bërë, duke lëvizur Imzot Gjinin prej asaj famullie të Durrësit, ndërsa me thoshte se nëse do të kishte pasur të mundur pa ngjallur zemrimin e famullitarit të sotëm, Don Pjetër Demes, pasardhës i Imzot Gjinit, do të dërgonte këtë fundit në Durrës për të përfunduar punimet që kishin mbetur përgjysmë për shkak të mungesës së të hollave. Në Kurbin, Imzot Gjini praktikisht qëndroi deri në vitin 1928, kur u emërua famullitar në Përlat. Në lidhje me çështjen, sidomos të lëndës së blerë për restaurimet e sipërpërmendura, pati një letërkëmbim qartësues që tregonte situatën në të cilën Imzot Gjini ishte gjendur për restaurimin, ndërtimin e shtëpisë kanonike të Durrësit.
Kundërshtia që patri me arqipeshvin e vet i mësot Melkiorin do të jetë objekt diskutimi dhe reflektimi në prag të zgjedhjes së tij si i peshkëv, edhe pse në atë rrethan delegati i atëhershëm apostolik i mësot Della Pietre, jezuit, kështu i shkruante kongregatës Propaganda Fide. Ndërmështarët e Durrësit, më i drejti me duket i mësot Franogjini, që është punëtor i përshpirshëm, i gjallë me përvojë, dhe pastaj është më i miri. Kështu lexohet në relacionin me përmbledhes për emrimin e abatit të ri i peshkë të Mirtites. I mësot Franogjini shumë herë është propozuar për i peshkë prej mësot Della Pietras, delegat apostolik, por edhe kur bëhej fjalë për emrimin e arqipeshvit të Durrësit, ordinarët shqiptar e përjashtuan kandidaturën e tij, më që Gjini kishte treguar pak respekt për i mësot Francesco Melkiorin. Kur arqipeshvit e tij i mësot Pjetër Gjures, pasardhës i të ndjerit i mësot Melkiorit, ju kërkua mendimi mbi zgjedhjen e mundshme si i peshkëve i mësot Franogjinit, tha: "I vetmi kundërshtim që mund të bëj është se do të mbes pa meshtar. Për të tjerat, unë nga ana ime jam i mendimit se do të bëj shumë të mira në këtë detyrë. Më mirë i mësot Gjini se sa dikush tjetër, dhe për të zëvendësuar i mësot Gjinin që do t'i hiqej, kërkonte t'i jepeshin 2 meshtar. Kjo do të thoshte se i mësot Gjini vlente të paktën për 2. Dhe erdhi dita e tij kur Papa Piu i 11 e emroi abat të abacis Nullius të Shënleshtrit të Oroshit në Mirtit, me 24 qershor të vitit 1930. Disa ditë më vonë, në konsistorin e datës 3 korrik të vitit 1930, ju dërzua selia titullare e semtes, në mbrohoritjen e popullit të çdo feje me 28 tetor të vitit 1930, u shugurua i peshkëv në Durrës. Territori i abacis Nullius përfshin gjithë hapësiren e gjerë malore të Mirtites, me një trajt krejt të veten, që edhe sot me vështirësi përshkohet dhe e bën gati të pamundur arritjen e fshatrave dhe të lagjeve të shumta prej të cilave përbëhet. Ishin dhe janë të gjithë katolik me ndonjë përjashtim të rrallë, por nevojtar për një njohje të vazhdueshme të fesë krishtere dhe të vënies së saj në jetë. Selia e Oroshit, e izoluar në ato male, është, mund të thuhet, e barazlarguar dhe jo pak nga fshatrat më të afërm, ka afër me pamje nga kisha vetëm varrezat. Banesa dhe kisha e abatit i peshkëv u shkatrua plotësisht nga minat e dhunshme të regjimit komunist. Mbi ato gërmata, të mbetura si dëshmi e pranisë së lashtë të krishterë, pas regjimit me njëherë është ndërtuar vetëm kisha, si shenjë e ngjalljes së Krishtit, që përmbi ato male ka ripërshkruar me një dhembje të papërshkrueshme të ripërtrir udhën e tij të kryqit, për shëlbimin e këtij populli dhe të përndjeksve të tij të pamëshirshëm. 48 vite pas vdekjes tragjike të Imsogjinit, prej vitit 1996, selia i peshknore me emrimin e pasardhësit të tij të parë, Imsot Angelo Masafres Francescan, nga Oroshi u transferua në Rëshen, qendër shumë e populluar në zemër të Mirtites, dhe këtu aktualisht qëndron pasardhësi i tij i dytë, Imsot Cristoforo Palmieri. Abacia e Oroshit, që kur kishte vdekur Imsot Prengdoqi në vitin 1917, kishte mbetur seli e lirë, i shkatruar nga lufta dhe pastaj nga luftat mes fisëve. Njezuit të rrallë të misionit shëtites guxojnë sërish të bëjnë diçka.
por merditoret duken gjithnjë më të harruar si prej Zotit, ashtu edhe prej botës. Ja, pse e pranojnë këti peshgëv abat që Roma e larget, u abeson atyre si mundësi të fundit. Frano Gjini nuk do të harroj kur ardhjen e tij në një të shtunë pas dite vjeshte. Të gjitha malet u shtojnë prej kambanave të kishave, prej të shtënave të armeve dhe prej të lehurave të qenve të barinjve. Pastaj natën vonë, zjarre të mëdha u ndesen nga fshati në fshat, e sidomos para abatësisë, me qëllim që krejt malësia të merë të vesh se kishte ardhur abati i ri. Të nesërme në mëngjes, për meshen e tij të parë të së dielës, duart e tij janë të lagura nga lotët e malësorve që kanë ardhur për t'ia puthur unazën. Pak i tronditur prej gjithë këtij nderimi, i Imzot Gjini e merr fjalën dhe thot se është shërbëtori i Krishtit dhe i të varfërve, dhe se populli i ri duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë gjë. Për ulësia e tonit të tij të zërit nuk u pëlqen as pak atyre njerëzve krenar dhe disa menjëherë thanë: nuk është aq i fortë sa për të qenë abat i mërditorve. Megjithatë, predikimi i tij u aprek zemrat, pasi flet për vuajtjet që ka pësuar Krishti për t'i shpëtuar të varfrit, sikurse ishin edhe ata. Për 15 vjet, Imzot Frano Gjini do të rimarrë hovin e Imzot Doçit, duke denoncuar zakonet që shkojnë kundër kishës, duke ju përveshur me shumë punës se sa hakmarrjes, edukimit, se sa kujtimeve mitike të rezistencës ndaj turqve. Në vitin 1939, kur Imzot Gjini ishte tashmë i peshkv qysh prej vitit 1930, delegati i ri apostolik Imzot Leone Nigiris, që nuk e kishte të lehtë të vlerësonte plotësisht një person, dhe në rastin ton, përveç se për Imzot Prenushin, edhe për Imzot Gjinin, jep një vlerësim të dy kuptimt duke thënë: Imzot Gjini u mor me ndërtimin e disa kishave, është shumë i mençur, deri këtu gjithçka mirë. Pastaj, por politikan, nuk e dim nëse kundër, në favor ose i paraslarguar nga fashizmi dhe Imzot Nigeris, përveç të tjerave është italian, i vrasht, ambicioz. Dhe përsëri kur Imzot Gjini shkoi në Rom për vizitën ad limina, ndër të tjera i shkroi prefektit: Imzot Gjini është shumë xheloz për mërditoret dhe meshtarët e tij. Për këtë arsye, ai i qorton deri në një farë pike, ama por nuk dëshiron që të tjerët ta bëjnë një gjë të tillë. E gjithë kjo, megjithatë, e nderon bariun e mirë që i do bashkëpunëtorët dhe grigjen e vet. Por kur Imzot Nigerisi ka mundësi të njollos i peshvi, meshtar, rregulltar dhe shqiptar, nuk e lë rastin të ikë nga duart. Shkelqësitë të tyre ordinaret janë të mirë dhe shumë të lidhur me selinë e shenjtë, por nga ana dinamike janë lindor, nga ana baritore janë shqiptar, pra të ploget e as pak misionar si kleriket prej të cilëve vinë. Në fakt që e bari si pas emrës së Krishtit, duke u bërë si grigja që i ishte besuar, kishte një hir të veçantë krejt të vetin, do më thënë, ata që i donte të gjithë dhe të duhej prej të gjithë atyre malsorve, se pari nga ata pak meshtar që kishte dhe që i përfshiu plotësisht në veprimin e vet baritor. Pas shumë vitesh, kush e njohu dhe e vlerësoi si Bib Tuci, nuk ka hezituar me 22 tetor 2004 të thotë: Imzot Gjini për ne, pas Zotit, ishte gjithçka
dhe atij i drejtoheshin për çdo nevojë. Dhe përsëri, duke pasur parasysh mënyrën e qetë dhe solemne me të cilën e jepte kungimin, arrita të mësoja përmendsh fjalët në latinisht që shoqëronin atë rit, që i kujtoj ende sot dhe që tani po i them. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternem. Amen. Pastaj duke vënë në dukje zelin e tij baritor dhe formues, për sa u përket meshtarëve e të rinj, Bib Tuci vazhdon. Mençurisë dhe kujdesit e tij i detyrohet fakti dhe për të edhe ky ishte një program i mbajtjes pranë vetes së meshtarëve të ri në momentet të para të mbarshtimit të tyre. Do me thënë përpara se tu besonte detyrën e famulitarit ose ndonjë tjetër detyrë baritore. Me kujtohet mirë se për një farë kohe ka pasur 4, Don Mark Gjanin, martir edhe ai, pastaj ka mbajtur me vete, i cili ka qëndruar këtu në Orosh, edhe pas arrestimit të tij, Dom Nikol Lulin, që e dërgoi famullitar në Fan, Don Lek Sahajin, që e dërgoi në Gëziç, dhe Dom Zef Çokun, që e dërgoi në Korthpul. Si për të vërtetuar dëshmin e Bib Tucit, vlen ajo që me entuziazëm prej Oroshit meshtari i ri Don Mark Gjani i shkruan mikut e tij Kol Gavoçit, ende seminarist në Rom, me rastin e emrit të abatit, kemi pasur miq rreth 14 meshtar. Imzo Gjini kishte ditur të mbante largësinë e duhur prej çdo qeverie që ishte vendosur në Shqipëri, edhe ndihej mirë për një gjë të tillë. Pak ditë para vendosjes së diktaturës komuniste, duke e parandjerë rrezikun, saktësisht 4 ditë përpara, e paralajmëron klerin e vet duke i thënë që të mos e linte veten të kapej prej entuziazmit, për t'u përfshirë me njërin apo me tjetrën rrym me këto fjalë. Meshtar të Krishtit ashtu si ne dëshirojmë të jemi, duke qenë jashtë çdo politike dhe si për çdo politike dhe për këtë arsye jashtë çdo partie, nuk kanë nevojë të ndryshojnë sjelljen që kanë mbajtur deri më sot, të detyruar që t'i luten Zotit për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Nuk ishin fjalë që lindnin prej momentit tragjik që po kalonte Shqipëria, por ishte stili i tij i zakonshëm dhe i sprovuar. Në fakt, kur në vitin e largët 1923, ju paraqit mundësia që të ishte përfaqësues i prefekturës së Durrësit, i shkroi kështu arqipeshvit të vet. Prej shumë kohesh, disa prej heterodoksëve më të rëndësishëm kanë ardhur në famulli duke mu lutur që të marrë përsipër barrën e deputetit për të krishterët e prefekturës së Durrësit. Ndoshta ata do t'ju shkruajnë, por ju lutem mos pranoni, sepse misioni im nuk është politika. Për fat keq, pasi kohet u keqsuan, ju desh të merrej me politik duke luajtur me zjarrin. Çfarë kishte ndodhur? Duke qenë se delegati apostolik italianit Imzot Leone, nigerisit, regjimi ditët e para të vitit 1945 ja kishte ndaluar të kthehej në vendin e tij të misionit, pothuajse 7 muaj pas kësaj ngjarjeje, me 18 tetor të vitit 1945, Imzot Gjini kështu i shkruan prefektit të Kongregates Propagande Fide, kardinalit Pietro Fumasoni Biondit. Me njoftonte se ati shejt shumë i matur është dënjuar t'i besoj personit tim të përvujt detyrën për të drejtuar deri në një masë të re të selisë së shejt delegacionin apostolik në Shqipëri, pas mundësisë së kthimit të shkëlqësisë së tij Imzot Nigerisit, i vetëdijshëm për kufizimet e veta dhe për stuhin që ishte ngritur kundër kishës në Shqipëri,
Nuk e dinte se si do të përmbushte një angazhim të tillë, edhe pse shumë i urtë, por në rast se i duhej të vepronte, nuk mjaftonte dija dhe përvoja e tij për t'i zgjidhur problemet, më që nuk kishte të bënte vetëm me një shpirt të keq, por me një ushtri të tërë. Me të vërtetë, ishte për t'u friksuar, me që disa mjeshtar ishin pushkatuar dhe shumë të tjerë ishin dënuar apo në pritje të dënimit, kalbeshin në përburgje. Imzogjini, duke e pranuar detyren për të cilen asnjëherë nuk i kishte shkuar mendja, i shkroi sërish prefektit të kongregates Propaganda Fide. Propaganda Fide në të njëjtën letër, ndërsa në shpirt përvujtërie i adhuroi gjykimet e pashqyrtueshme të Zotit mbi të ardhmen time, e falenderoj nga zemra shejtrinë e tij që është dënjuar të ketë kaq shumë besim të një vegele pa dubishme dhe e ligë siç jam unë. Dhe këto ndjenja që shprehin lidhjen në nështrimin dhe dëgjesen time, i ve me përvujtëri të këmbët të shenjta të pranishmit sovranit mbretërues papnor, duke i kërkuar hirësisë suaj shumë të nderuar që të bëhenin ndërmjetësues besnik pranë fronit të shenjtë, me që mbahem i padenj për t'ja paraqitur në vetë si që lyp detyra, dhe vazhdon. Nëse pastaj do të mund t'ja kërkoj hirësisë suaj shumë të nderuar, për sa mundem dhe vlej, do t'ju lutesha që t'i kërkoni atit të shenjtë të me lirojnë nga kjo detyrë dhe nder më i madh, se sa aftësitë e mia intelektuale, morale e fizike, sepse friksohem shumë se nuk do të jem në gjendje ta përmbush detyren që ma keni dhënë, për shkak të mangësive të mia të lartë përmendura, dhe nëse kjo kërkesë e zjarrt e imja nuk do të merrej parasysh, do t'ju lutesha që të paktën të lirohesha prej detyres si ordinar i abacisë së vështirë të Shenllejdrit të mërditorve. Largësia nga Selia e Re më kërkon që të bëj 2 vite të tëra me kal për të shkuar nga Shkodra në Orosh, dhe 60 vjeç sa jam unë, ndjej se nuk kam më forcë për udhëtime të tilla. Të ardhurat që nuk më lejojnë të mbaj njëkohësisht 2 shtëpi në Shkodër dhe në Orosh, dhe më në fund braktisja me të cilën do të gjendeshin mërditoret, tamam në këtë kohë, më duket se do të këshillonin emërimin e ordinarit të mirëdites. Duke pasur parasysh situatën e rënd, jo vetëm që nuk ja plotësuan dëshiren, por me 4 janar të vitit 1946 e transferuan në selin i peshnore të Lezhës, pas vdekjes se atij ordinari Imzot Luiq Bumqit, kështu mbeti edhe administrator apostolik i Oroshit dhe ju desh për aq sa mundi deri në një masë të re të selisë së shenjtë të bënte edhe detyren e delegatit apostolik. I vetmi avantazh që pati ishte ai që të mos bënte 2 ditë të tëra me kal për të shkuar nga Shkodra në Orosh dhe Anasjeltas, sepse Lezhë dhe pikrisht Kallmeti, ku qëndronte i peshvi, ishte në ultësirë dhe gati në gjysmë të rrugës mes Tiranës dhe Shkodrës, ku qëndronte zakonisht derisa u arrestua. Për atë që ishte dhe për atë që kishte bërë dhe bënte, Imzogjini priste që herët avon do t'i takonte edhe atij i njëjti fat, psuar tashme prej disa meshtarve dhe personaliteteve të nderuara shqiptare dhe të feve të tjera. Aq më tepër ai i cili përveç se i peshv, siç e thamë përpara, tashmë ishte edhe delegat apostolik. Për këtë arsye, mund të thuhet se arrestimi nuk duhej t'i bënte dhe nuk i bëri asnjë përshtypje. E njihte mirë fatin që i kishte rënë kishës katolike dhe të krishterëve në Meksik, Rusi, Spanjë e kudo. I bindur si që ishte se në fund
Deus dat integram plenam quae victoriam de hostibus. Me siguri situata ishte e tillë sa nuk I lejonte ditë të qeta dhe të lumtura. Përkundrazi, kur kërkoi dhe nuk u pranuan nga Enver Hoxha, mbeti si I blokuar, duke pritur me bindje se do t'i vinte radha. Dhe kështu ndodhi. Dhe në lidhje me këtë, përkundrazi është në kontrast të madh ajo që I mësot Leone Nigerisi, vlerësimet të cilit janë mjaft të njohura tashmë në Rom, prej kohësh dhe I sigurt, por mirë apo keq I informuar në rrugët sekrete, I shkroi prefektit të kongregatës Propaganda Fide. Kardinal Fumasoni Biondit, I mësot Franogjini rrimbyllur në shtëpi sa më shumë që mundet prej frikës. Nuk ka asnjë kontakt me autoritetet, qysh kur autoritetet e larta të Tiranës nuk pranuan ta prisnin. Gati për të thënë se nëse ai do të kishte qëndruar në Shqipëri për merit të vet, gjërat do të kishin marrë një drejtim tjetër. Por kjo hipotezë që dhe u paraqit thjesht si iluzion, duke mos njohur deri në fund, jo me cilët tru, po me cilët muskujt pretendohej të kishte të bënte dhe të arsyetonte. Kur I mësot Gjini u arrestua në Shkodër në selinë e delegacionit apostolik me 15 nëntor të vitit 1946, ishte me ethe dhe ishte I pranishëm infermieri Jak Fistani që duhet I bënte një gjilpër ndaj ankesave të këtij të fundit që donte t'ja bënte gjilpëren. Polici I sigurimit që po e arrestonte I tha, do të kujdesemi ne për të. I mësot Nigerisi me 12 dhjetor të vitit 1946, duke I shkruar nga Roma zëvendësit të sekretarisë së shtetit të shejtërisë së tij, I mësot Domeniku Tardinit, përfshin edhe mesazhin e shifruar që një motor salesiane shqiptare ja kishte dërguar një si motre të saj në Itali për t'i dhënë lajmin e arrestimit të I mësot Franogjinit, së bashku me përkthimin përkatës. Me shkruante Rozina dhe me thoshte se Leone ka ndruar detyrë, edhe miku I tij që e kishte lënë për pak kohë është shtruar në një klinikë speciale. I shkreti, me thonë se bëhet fjalë për tuberkulozë, do më thënë për një smundje ngjitse. Kur e dëgjova këtë me lanë fuqit, Murgesha që ma dërgon këtë letër pa datë shkruan, nëse me lejon po guxoj të përkthej sepse është shkruar në mënyrë metaforike dhe vetëm ai që e nje mund të kuptoj diçka. Sipas interpretimit tim, Leone është shkëlqësia juaj që është përjashtuar me kohë nga Shqipëria. Miku më I afërt është I mësot Gjini, I shtruar në klinik, do të thotë I burgosur, I infektuar nga tuberkulozi, do të thotë se nuk ka shpresë lirimi. Smundje ngjitse do të thotë frikë se mund të dënojnë me vdekje. I mësot Gjini ishte arrestuar pak ditë më përpara, me 15 nëntor të vitit 1946 dhe sipas gjasave në Rom ende nuk dinin që. U arrestua ndër të tjera me akuzën se ishte spion I Vatikanit, kolaboracionist I anglezëve dhe organizator I revoltës Sepostribes, si kundërshtar I pushtetit popullor dhe si agent politik dhe I spionazhit të imperializmit italian e të tjera si këto. U bërgos po në Shkodër, së bashku me franceskanet atë Mati Prendushin, atë Ciprian Niken, atë Pal Dodajn, atë Donat Kurtin dhe klerikun Frasef Plumin. Me ta dhe të tjerë u fut në birucat e sigurimit që ishte të shtëpia Pjetër Qurqis kthyer në burg.
Pas një farë kohe i quan të gjithë te kuvendi Shën Franceskut në Gjuhadol, që sekuestruar prej regjimit u bë njëri prej vendeve më të tmerrshme të torturave, të hetimeve dhe të burgjeve të Shkodrës, dhe qëndroi aty derisa e morën për ta pushkatuar. Duke pasur parasysh atë që ka thënë mbesa e tij Roza Gjini, edhe Imzo Gjini u përfshi në vendosjen e armëve në Kish. Një ditë, ka thënë mbesa e tij, e nxorën nga qelia e vunë përpara altarit të Shnandot të Gjuhadolit dhe e fotografuan me një pushkë në dorë pranë një arke me municione që të tjerët të besonin se ishte armik i regjimit dhe se për këtë arsye mbante armë. Me kujtohet se fotografit u botuan në gazetat komuniste të vetmet të kohës, Zëri i popullit ose Bashkimi. Duhet pasur parasysh se duke mos qenë frat, aq me pak i atij kuvendi, nuk kishte fare lidhje me atë kish. Megjithatë, ishte gjithmonë i peshkv dhe për më tepër regjent i delegacionit apostolik, prandaj duhet të kishte me Deomos lidhje. Në lidhje me këtë, Pjetër Arbnori thot: një variant krejt origjinal që u imitua për gjithë lindjen komuniste, partia vendoste armë fshehtas në Kish dhe krijonte komplote për organizat të armatosur. Vëllezërit e lavdishëm franceskan janë akuzuar se kanë vënë armë në kishën e tyre të Gjuhadolit në Shkodër për të filluar gjoja një kryengritje të armatosur. Në rrethana të tilla, shumë që dënuar me vdekje dhe shumë të tjerë me shumë vite të gjatë burgimi. Kurajo djallësore, Juda, domethënë Pjerin Këqira, pastaj pati një fund tragjik, por ai shndrohet realisht në një të penduar. Shpeton shpirtin e tij dhe deklaron publikisht pafajësinë e fretërve franceskan. Protagonist që një farë Pjerin Këqira ish oficer i tmerrshëm i sigurimit të shtetit, por gjithsecilit i vjen ora vet kur shquhet artificialisht në komunizëm. Partia e donte jashtë radhëve të saj. U arrestua së bashku me miqtë e tij bashkëpunëtor. Unë kam qenë i pranishëm në procesin kundër këtij Pjerin Këqire, të cilin e kam njohur nga afër, pa folur kurrë me të. Kishte qenë hetues kundër priftërinjve të Kishës Katolike kur ishte akoma në fuqi. Po e theksoj se kishte keq trajtuar dhe torturuar shumë priftërinj, edhe pse në të shkuaren ishte ndihmuar prej tyre si jetim prej babe. Për vite e vite më radh ishte rritur me buke në Shnandot, bashk me Zoi Themelin dhe Fadil Kapicyzin. Pjerin Këqira është i njohur si njërin nga autorët e futjes së armëve në kishën e franceskanëve në lagjen Gjuhadol Shkodër. Shefi i seksionit të sigurimit të Zoti Themeli ka marrë pjesë në këtë veprim sekret kur të nesërmen u inskenua gjetja armëve dhe u fotografuan disa fretër franceskan si atë Donat Kurti, atë Mati Prendushi, atë Ciprian Nikaj e tjerë, bashkë me armet dhe dokumentet e zbuluara. Tani ishte radha që Pjerin Këqira dhe shokët e tij nga lagja ime Ara e Madhe dhe fusha Firej të akuzoheshin dhe të dënoheshin nga kjo parti komuniste, secilës i kishin shërbyer me devotshmëri të rrallë. Është korriku i vitit 1948 kur që zbulua ky grup antiparti i Pjerin Këqires, Gjovalin Masrekut, Lin Çallakut, Zef Bardhokut e Nush Babes.
Arsyet edhe pse për regjimin këto nuk ishin të nevojshme e arrestimit dhe të dënimit të Imzogjinit duhet të kërkohen kryesisht në dy pista. Një arsye parë që se ai shkroi dhe i dërgoi një notë proteste Enver Hoxhës dhe për dieni siç ishte praktik e çdo ambasade, të gjitha ambasadave të pranishme në Tiranë për t'i vënë në dieni dhe për të protestuar kundër politikës antifetare që qeveria po zbatonte. Duke mbyllur letrën e tij të gjatë të datës 8 janar të vitit 1946, dërguar shkëlqësisë së tij general kolonel Enver Hoxhës, presidenti i ministrave me një stil shumë të hollë dhe me delikatesë ndër të tjera thoshte: "Për këtë arsye, ne kërkojmë lirinë e fjalës dhe të shtypit, të fesë, të organizimit dhe të nismës private dhe që në asamblen kombëtare të jenë të paraqitura, jo vetëm të drejtat materiale, por edhe vlerat shpirtërore të popullit shqiptar." Këtë kërkesë dhe të tjera, kliri katolik ju a dërgon me që bazohet mbi të drejtë natyrore dhe historike, dhe përfundon: "E mbyllim duke ripërtrirë vullnesen tonë të gatshme dhe të sinqertë për bashkëpunimin të plot me të gjitha forcat e shëndosha të vendit për rindërtimin e tij, për shërimin e plagëve dhe për të kapërcyer vështirësitë e çastit, duke deklaruar sinqerisht dëshirën për të tejkaluar çdo lloj vështirësie dhe për të vënë në veprim krejt autoritetin ton që ky qëllim të arrihet përveç të drejtës së ndërgjegjes son. Për sa i përket dogmes, moralit dhe pikave themelore të kishës katolike, të cilës duam absolutisht të qëndrojmë besnik deri në vdekje. Ashtu si në të njëjtën mënyrë, duam të qëndrojmë besnik atë ton të dashur dhe shumë të sprovuar. Letra nuk mori një përgjigje. Arsye tjetër u kërkua apo u provokua prej vetë Enver Hoxhës. Në fakt, mbas vrasjes së At Faustit edhe të tjerëve, me 4 mars të vitit 1946, si edhe të rregulltarëve të tjerë e laik të ndryshëm, Enver Hoxha provoi përsëri me bind episkopatin e klerin për qëllimet e tij. Këtë herë e bëri me Imzot Franogjinin i peshqve të Leshës, regjent i delegacionit apostolik mbas vdekjes së Imzot Thaqit, me 26 maj të vitit 1946. Shembulli i mëparshëm i shërbeu Enver Hoxhës për me friksu bashkëfolësin e ri. Refuzimi i Imzogjinit ishte këmbgulës: "Unë nuk do të ndaj kur griqen time nga selia e shenjtë." Për 8 muaj me radhë pësoi torturat të tmerrshme. E mbyllen në një qeli të madhe, 1 metër katror, e lidhen këmbë duarsh me një zinxhir të rënd, e zhyten dhe në ujë të ngrirë deri në qafë, e rahen derisa nxori gjak, i vun edhe rrymë elektrike, e lan pa ngrënë për javë të tëra. Poshtë thonjve të duarve i ngulen disa kunja pishe dhe janë ndezen, e shan, shpifen kundër tij. Sa më shumë që tregohej i urtë dhe i butë, aq më shumë torturuesit i lëshoheshin kundër tij. Edhe pse ishte 60 vjeç dhe i peshq, dhe për më shumë delegat apostolik, u trajtua si të tjeret dhe me keq se të tjeret. Duke u mbështetur te ajo që ka thënë mbesa e tij Roza Gjini, Ramadan Sokoli, një musliman që ishte së bashku me të në qel, në atë periudhë, pohon se ishte guximtar, i qetë, i përvujt dhe sillej si të gjithë të tjerët. Aq është e vërtet sa vetë Sokoli tha: "E kuptova se ishte prift prej çorapeve vjollc, siç i mbanin i peshqvit." Dhe motër Marie Gjon Markaj me 3 mars të vitit 2003 ka shtuar: "Ishte dobësuar shumë dhe ishte shumë i spet, si një letër e sverdur."
Në lidhje me pasojat e torturave, mbesa e tij Rosa Gjini me 7 mars të vitit 2003 ka thënë: kur nëna shkonte për t'ja marrë rrobat e tij, i gjente plot të gjak e qelb në pulse e në kyçe të këmbëve. I lanim në obor sepse mbanin erë të keqe. Nuk pranoi në asnjë mënyrë dhe në tortura të tmerrshme që të bëhej një kishë katolike kombëtare e ndarë nga Roma. Me këmbgulje tha: unë nuk do ta ndaj kurrë grigjen time nga selia e shenjtë. Dhe përsëri: nuk do ta bëj kurrë derisa të kem jetë. Shton Imzot Frano Ilia. Kjo që e arsyeja e vërtetë e pushkatimit. Për fat të keq, djalli kishte arritur të pshqellonte siç bëri me Juden, shpirtin e një si vllai me shtar, Don Ndoc Sahagjin, që edhe pse i pandehur në të njëjtin gjyq, ndoshta prej frikës ose ndoshta sepse shpresonte se do doja hidhte lehtë, bashkëpunoi me gjykatën kundër Imzot Gjinit, ende i peshkëv i tij, kundër ministrit provincial të fretërve minor Atmati Prenushit, kundër sekretarit të arqipeshvit Dom Tom Laces dhe të tjerëve, duke deklaruar se këta kishin udhëhequr Partinë Demokrisiane dhe se ishin takuar në kuvendin franceskan të Lejshës, pran famullitarit të atij vendi, atë Serafin Kodes, për një mbledhje politike dhe të tjera si këto. Don Sahagjia me po atë forcë ja kthyen 2 të pandehur të tjerë franceskani atë Rok Gurashi dhe seminaristi Preng Lezaj. Këta 2 të fundit, që nuk ishin të pandehur në të njëjtin gjyq, u thirrën për një ballafaqim të zjarrt. Me kokforci të 3 nuk kërsyen askënd, si për këta të pandehur, ashtu edhe për të tjerë. Në fund të ballafaqimit, gjykatësi mes të tjera shpyti Imzot Gjinin që i thirrur për gjykim u ngrit në këmbë. A je dakord me akuzën? Ja, çfarë thot proces verbali. Imzot Frano Gjini, pasi dëgjoi atë që kishin thënë në pranitë e tij atë Rok Gurashi, Dom Ndoc Sahagjia dhe Preng Lezaj, u mor në pyetje dhe deklaroi sa vijon me poshtë. Atë që kanë thënë përpara meje atë Rok Gurashi, Dom Ndoc Sahagjia dhe Preng Lezaj, e dëgjova me vëmendje dhe dua vetëm të shtoj se nuk ka asgjë të vërtetë, përveç asaj që kam thënë në gjyq. Nuk është vërtet që kam pasur lidhje me Mark John Markun apo me ndonjë të arratisur, dhe se nuk kam pasur as lajmin më të vogël për organizatat kundër pushtetit popullor. Në lidhje me marrëdhënien e tij me Selinë e Shenjtë, është për të përmendur edhe fakti se katolikëve të Shqipërisë u kishte mbritur dhe u ishte shpërndar enciklika Divina Redemptoris e Papa Piut të 11 datës 19 mars të vitit 1937. Kundër marksizmit. Gjatë hetimit Imzot Gjini tha: me rastin e festës vjeshtore të Zojës së Shkodrës, enciklika u komentua duke paraqitur si atë që është në dobi të Zotit, ashtu edhe atë që është kundër tij, domethënë komunizmin. Më këtë rast, delegati apostolik ka përsëritur shpesh se komunizmi është pa Zot dhe në ka nxitur për të vepruar në popull me qëllim që të mos përhapej komunizmi pa besë. Kur ua kam thënë me shtarve, u kam thënë që të veprojnë siç na mëson enciklika. Gjatë gjyqit do të thotë nuk kam dhënë urdhër që të përhapet, sepse në mirdit në atë kohë, komunizmi nuk kishte mbritur ende. Në gjyq që i pranishe Madzef Plumi, franceskan, atëherë klerik 22 vjeç, arrestuar një muaj pas Imzot Frano Gjinit dhe bashkë me të i pandehur.
Gjyqi në ngarkim të i peshëve të tjerëve u zhvillua në sallën e tashme kuvendit Burg Gjykatë të Gjuhadolit, që më përpara kishte qenë selia redaksisë së revistes kulturore franceskane Hylli Dritës e Fretërve. Atë Sefi, që i ka mbijetuar uraganit të gjatë komunist, pasi u arrestua disa herë dhe pasi bëri jo në mënyrë të vazhdueshme gati 30 vjet burg dhe punë të detyruar me vuajtje kur ishte ende në jetë, u kthehej kujtimeve të atij muaji të trisht të janarit të vitit 1948, mes kujtimeve të tij të dhimbshme bën pjesë Savion. Gjyqi fillon me 8 janar të vitit 1948 dhe kur në hapje trupi gjykues hyri në sallë, gjyqtarët paraqiten një akt akuzë të njëjtë për 10 të burgosurit, ja akuza të paraqitura edhe në hetuesi, ashtu siç paraqiten në proces verbalin e gjyqit. Kanë punuar për ardhjen e fashizmit dhe për pushtimin e vendit prej imperializmit italian. 2. Para pushtimit kanë qenë agent politik dhe spion të imperializmit italian. 3. Gjatë pushtimit kanë punuar për përhapjen e fashizmit në vend. 4. Kanë punuar për legalizimin e pushtimit armik. 5. Nëpërmjet agitacionit dhe propagandës fashiste janë përpjekur të shkatrojnë ndjenjat patriotike dhe nacionaliste të popullit. 6. Kanë penguar seriozisht lëvizjen nacional çlirimtare, duke punuar për zhdukjen e kësaj lëvizjeje. 7. Kanë ndihmuar dhe kanë bashkëpunuar me të gjitha organizatat kriminale gjatë pushtimeve të ndryshme të vendit. 8. Kanë mbështetur dhe ndihmuar të gjitha qeveritë quislinge të kohës dhe politikat e tyre. 9. Kanë punuar me çdo mjet dhe me çdo metodë për të penguar deri në fund rezistencën e popullit. 10. Gjatë pushtimit gjerman janë bërë agent të Gestapos, duke paditur në zyrat sekrete të saj militant të Lëvizjes Nacional Çlirimtare. 11. Kanë ndihmuar qetat dhe grupet armike, si edhe mbështetësit e tyre, kur shkonin në vende të ndryshme për të luftuar partizanet. 12. Pas çlirimit të Shqipërisë me 29 nëntor të vitit 1944, të terrorizuar prej pushtetit të popullit, janë hedhur në sulm kundër popullit dhe pushtetit të tij. 13. Me qëllim që të godisnin më fort pushtetin e popullit, kanë themeluar organizatën e tyre brenda klerit katolik në ndrejtimin e Mzot Franogjinit, Dom Nikol Dedes, At Mati Prendushit, Imzot Gjergj Volajt e tjerë, të gjithë përgjegjës të klirit. 14. Kanë përgatitur programin e tyre duke kthyer krejt klirin katolik në një organizat fashiste të quajtur Demokrisjane. 15. Kanë formuar Komitetin Qendror të organizatës me këta element. 16. Me vendimet e Komunitetit Qendror kanë organizuar komitetin dhe nën komitetet e kësaj organizate në famulli të ndryshme të vendit. Kanë mbajtur kontakte me të arratisurit brenda dhe jashtë vendit dhe me çdo organizatë terroriste që vepron brenda vendit. Kanë pasur lidhje me imperialistët e huaj dhe me çdo armik tonin. Kanë koordinuar luftën kundër pushtetit me çdo kundërshtar të këtij pushteti. Kanë përgatitur një kryengritje të armatosur kundër pushtetit. 17. Të gjitha këto vendime të pandehurit dhe shokët e tyre i kanë vënë në jetë duke mbajtur kontakte me të arratisurit
duke u dërguar memorandume imperialistëve të huaj. 18 kanë formuar Komitetin Qendror të Organizatës Terroriste të quajtur Demokrisjan të Shkodrës. 20 kanë bërë një propagandë të gjerë për të përgatitur një kryengritje kundër pushtetit, si ajo e datës 9 shtator të vitit 1946. Me të drejtë apo jo, u ngarkuan të 10 ose dikush po e dikush jo. Nuk u interesonte, e rëndësishme ishte të goditej armikujt mërshëm i shpikur. Nga ana tjetër, antarët e gjyqit, siç thuhet diku tjetër, vinin nga populli dhe niveli i tyre kulturor e profesional. Ishte shumë i ulët dhe me siguri nuk kuptonin se çfarë donin të thoshin ato akuza që të përgatitura më përpara vinin drejt për drejt nga Tirana, ashtu si tezat e provimit të shtetit vinë drejt për drejt nga Ministria e Arsimit. Proces verbalet nuk mund të merren si të mirëfillta, sepse hartuesit e tyre shkruanin ç'të donin dhe si të donin, edhe pse proces verbali në mënyrë platonike mbyllej gjithmonë me të njëjtat fjalë. Pasi është lexuar ajo që ka thënë lirisht e ka nënshkruar. Edhe pse zgjerohet, është mirë të sjellim kujtimet e Acef Plumbit. Gjyqtarët pastaj kanë vazhduar. Ti je një prej klerit të lartë dhe do të përgjigjesh për të gjitha bëmat tuaja të fllihçuna, që nga kryetëzatat e organizuara prej jush e deri në pjesëmarrjet e fundit për të përmbysur pushtetin popullor. Ju në masken e fesë u keni shërbyer të gjithë perëndorive pushtuese, Turkisë, Austrisë dhe Italisë. Kleri katolik ishte agjentuar me ndyrë dhe më tradhtare gjatë historisë së popullit shqiptar. Ato subvencione që keni marrë nga Austria dhe Italia për sytë tuaj të bukur janë dhënë. I mësot të gjini me forcë mirësjelljeje dhe në mënyrë të hirshme që gjithmonë e kishin cilësuar për njëri të sjellshëm, përfshi edhe se i peshk, i hodhi poshtë një nga një akuzat, sigurisht pa i bindur gjyqtarët kundër atyre që deklaronin. Si mund të shkoj për gjithë atyre banaliteteve që ata thonin, duke ju referuar të ashtu quajturave subvencione, i mësot gjini u mundua të sqaronte. E para fuqi mbrojtëse e katolikëve në perëndorinë turke ishte Franca deri në vitin 1870. Më vonë, kur ajo refuzoi të ushtronte më gjatë, e muar mbi vete perëndoria austro-hungareze deri në vitin 1918. Kjo perëndori historikisht ishte anmike e Turkut, i cili kishte mbërrit me rrethu edhe Vjenën. Kjo i ka ndihmu gjithmonë shqiptarët me u qu kundra pushtuesit turk. Sa për subvencionin që kam marrë, nuk kam asnjë të brejme ndërgjegje. Unë ato para nuk i kam dalë për vete, personalisht, as nuk u kam dalë për ftërinëve të dioqezës time, por të gjitha i kam shpenzuar për ngritjen e mërementimin e objekteve të kultit. Si flas për veti, flas në përgjithësi edhe për tanë Kishën Katolike në Shqipni. Cili institucion tjetër, e padyshim as vetë shteti shqiptar, ka subvencionuar aq shumë për kulturën shqiptare? Në dorën e klerit katolik ishin 3 gjimnaze, sa shkolla fillore. Shtypi më i mirë i vendit për të gjitha kategoritë e njerëzve ishte në dorën tonë. Muzeumet e bibliotekat vetëm në dorën tonë, të krijuame e të mbrojtura prej nesh. Ne kemi lanë vendin mangut për gjithçka, vetëm që të shërbejmë ngritjes kulturore të popullit, e ju sot na akuzoni këtu për një shumë qesharake
që merrej si subvencion i fuqisë mbrojtëse të kultit katolik në Shqipëri, i cili nuk është asnjë hund burnot kërshi shpenzimeve sakrificave që kliri katolik bante për popullin shqiptar. I akuzuar se kishte krijuar në seminarin papnor shqiptar lëvizjen Bashkimi Shqiptar dhe se kishte organizuar kryengritjen e postribes të datës 9 shtator të vitit 1946, që synonte përmbysjen e qeverisë, i mësot Gjini saktësoi me forcë dhe vendosmëri. Unë nuk e mohoj faktin se në seminarin papnor të Shkodrës u formua Bashkimi Shqiptar, një organizatë politike e studentëve e cila gjatë fushatës elektorale para zgjidhjeve hodhi shumë trakte antiqeveritare në qytetin dhe rrethin e Shkodrës, tu e grish popullin që të abstenoj. Për këtë akt zyrtarisht kleri katolik nuk e ka përqafue. Unë si ngarkuar i përkohshëm me delegacionit apostolik i kam dërgu këtë vendim seminarit papnor të Shkodrës që pjesëmarrësit në këtë aksion veprimi politik kanë shkel rënd disiplinën e seminarit, aq sa mu vu në rrezik edhe jetën e superiorëve, prandaj u hiqet e drejta e vazhdimit të studimeve. Gjyqtarët vazhduan. Ne i kemi heq jetën e ti i heq të drejtën e studimeve. Ç'thua ti? I mësot Gjini u përgjigj. Ligjërisht vetëm këto janë masat që mund të merren ndaj tyre dhe janë ma të rëndat. Shka keni baju është e paligjshme, sepse keni shpall fushatën elektorale dhe këtë veprim ata e kanë krye gjatë fushatës elektorale. Ata nuk kanë vepruar kundra ligjit tuaj, por kundra disiplinës së seminarit. Ata që vepruan kështu ishin të gjithë të ri me ide nacionaliste. Të rit bajnë gabime ma shumë se njerëzit e tjerë. Ata duhet të qortohen, por jo të pushkatohen. Të rit kanë të drejten me jetue. Ashtu deklaroj se nuk kam pas kur farnjohje e dienie për 9 shtatorin të vitit 1946, kur gatundet e postribes më syen Shkodrën. I pyetur pastaj për një letër dërguar ambasadave të huaja, i mësot Gjini shpjegoi. Ajo ishte një e drejtë ligjore që gëzohem unë si ngarkuar i përkohshëm i delegacionit apostolik të Shtetit të Vatikanit. Unë, si zëvendës përfaqësues i Shtetit të Vatikanit, i kam bërë protestë zyrtare qeverisë për sjelljet e saja armiqësore kundra kishës katolike në Shqipëni. Këtë not proteste unë ja kam drejtuar kryeministrit Enver Hoxhës dhe siç e kërkon rregulli diplomatik, ua kam dërguar për dijeni edhe të gjitha përfaqësive diplomatike të shteteve të huaja si Anglisë, Francës dhe SBA-s. Ashtu edhe ambasadës jugoslave, ambasadës ruse e tjerë. Këtë drejt ma jep ligji. Akuzuesit këmbgulnin ligji. Ligji nuk është tjetër, por një cop kartë. E kupton ti këtë apo jo? Se ligji është vetëm letër. I mësot Gjini u përgjigj. Forca e çdo shteti është ligji dhe vetëm ligji. Çdo dhunë pa ligj është krim ndaj shoqënisë. Gjyqtarët vazhdonin. Pse ti do të na mësosh neve çfarë janë ligjet dhe si do të sundojmë? Ulu. Kështu kujton atë Zefi përfundoi kjo seancë. E treta ditë e gjyqit me 8 janar të vitit 1948. Prokurori ushtarak Namik Xhemali lexoi një pretencë të gjatë e të pafund, stereotipe e të gjitha pretencave të gjykatave komuniste, të cilat sigurisht nuk ishin auktor atë që e lexonte. Mbas sa skamjesh e shpifjesh përfundoi tu e kërkuar këto dënime, Monsignor Gjini, atë mate prendushi Don Nikol Deda,
Dom Tom laca me vdekje. U ba një gjysore pushim. Trupi gjykues dul jashtë e në ndejme aty tu e u përgatit për fjalën e fundit që do të thojshim. Monsignor Gjini tha, e ndjej vetin të pastër për gjithçka akuzohem. Të gjitha ato dëshmit që prut janë falso. Unë po vdes sepse u qëndrova besnik ligjeve të Zotit dhe u kundërshtova ligjeve tuaja, të cilat janë kundra Zotit dhe kundër popullit. Rnoft Shqipëria dhe rnoft Krishti mbret. Në orën 14 u bë leximi i vendimit. Imzot Gjini u dënua me vdekje me pushkatim. Pas kësaj na dhan 5 minuta që ta përshëndetnim njëri tjetrin. Atsefi thot, ndërsa kur u fala me Monsignor Gjinin me tha, o skifteri im, u pafshim në atë jetë dhe atë Zefi nuk e pa më kur. Prokurori gjatë fjales e tij të gjatë ku kërkoi dënim me vdekje, mes të tjerave mori parasysh atë që Don Doc Sahatgjia kishte thënë kundër i peshvit të vet dhe encikliken e Papa Piu të 11. Kështu argumentoi. Fashizmi italian për të pasur më sukses si doktrik nëpërmjet Vatikanit i shpërndau një enciklik klerikëve të mbar botës, duke vënë në dukje rrezikun komunist, duke thënë se ai është ateist. Kjo enciklik bën propagandë kundër komunizmit, pasi fashizmi dhe papa shohin në të një kërcënim serioz për ta. Dhe pas masat e gjëra të popullit të çdo shtrese e pranojnë krah hapur. Kjo enciklik është përhapur prej krejt klerit në Shqipëri kundër komunizmit dhe me që populli ishte krejtësisht i paditur, i merrte si të vërteta këto pohime, sepse popullit ton i mungon kultura. Hidhrimi kishte arritur kulmin. Imzogjini, si edhe të tjerë, mund të besonte vetëm në ndihmën e Zotit. Nga burgu i vetëdijshëm për pafajësinë e vet, nuk i mbeti tjetër veç se një shpresë e fundit, t'i drejtonte një lutje faljeje gjykatës së lartë ushtarake. Shkroi se nuk ishte punuar për ardhjen e fashizmit, se nuk ishte qenë spion i imperializmit nazi-fashist, se nuk ishte punuar për përhapjen e ideve fashiste, se nuk ishte kontribuar për dobësimin e ndjenjave patriotike ndaj popullit, se nuk ishte urdhëruar askënd për të penguar rezistencën popullore, se pas lirimit nuk ishte organizuar ose marrë pjesë ose krijuar ndonjë grup politik antipopullor, se nuk ishte pasur asnjë lidhje me ilegalet dhe as me rebelet, dhe përfundon. E ndjej për detyrë si në aspektin kombëtar, si edhe në atë social e profesional të kërkoj për drejtësi që kjo gjykatë e lartë ta rishikoj gjyqin, ta anulloj seancen dhe ta njoh pafajësinë time. Në pritje që kërkesa ime të pranohet, po nënshkruhem me respekt. Frano Gjini i Pezhg, regjent i delegacionit apostolik në Shqipëri. Me firmë të palexueshme dhe pa datë, në fund të faqes së letrës së tij u shkrua: Ti rikthehet kërkuesit në rrugë zyrtare. Në rast e kundërt të lajmërohet se kërkesa është marrë pasi ka mbaruar afati dhe me rrugë zyrtare ju dërgua më shumë se 1 muaj prej kërkesës Ministrit të Mbrojtjes Kombëtare të Tiranës me detyrimin që t'ia përçonte presidencës së parlamentit. Teksti mjaft i thatë, thot, për arsyet që i jep paraqitur të pandehurit Imzot Frano Gjinit. Gjykata ka vendosur që të mos jap falje dhe të mos e zbuz dënimin. Me 6 mars të vitit 1948, në fakt, Gjykata e lartë ushtarake e Tiranës
shqyrtoi dënimet e kërkuara prej prokurorit të gjykatës ushtarake të Shkodrës dhe vendosi miratimin e vendimit nr. 2 të datës 8 janar 1948 të gjykatës ushtarake të Shkodrës dhënë kundër të pandehurve Imzot Frano Gjinit nga Shkodra, At Mati Kol Prendushi nga Shkodra, Don Nikol Zevdeda nga Shkodra, do më thënë dënimin me vdekje me humbjen përgjithmonë të drejtave civile dhe politike dhe konfiskimin e pasurisë së tunshme dhe të patunshme, dhe përfundon. Vendim i formës së prerë. Kaq. Asgjë nuk i vlejti fakti se deri në atë kohë ishte i padënuar, edhe ati si Krishtit përpara kelkut të mundimeve, ju desh të përkulte koken dhe ta linte veten krejtësisht në duart e vullnesës së Zotit dhe të përgatitjes për kalimin e tij për t'i dhënë jetë Shqipërisë. Me 11 mars të vitit 1948 u shoqërua natën së bashku me 18 viktimat e tjera, mes të cilëve edhe fretrit minor atë Çeprian Nikajt dhe atë Mati Prendushi, përmes rrugëve të Shkodrës, prej gjelatëve, mes përplasjeve, pshtyrjeve dhe përuljeve të turpshme dhe ndërsa i peshvi, duke kujtuar kalvarin e pranonte me qetësi gjithë këtë skenç njerëzore dhe mishëngrënësët e shekullit 20. Në të njëjtën kohë, përgatiste me fjalë atrore shokët e pafajshëm të fatkeqësisë për jetën e amshuar, duke i ftuar të thonin me gjithë zemër: O Zot, fali se nuk dinë se çfarë bëjnë, dhe i inkurajonte një për një duke u thënë: qëndro me guxim se po vdes për Krishtin. Dhe holokausti u konsumua, e pohon proces verbali i ekzekutimit. Ju njoftojmë se të dënuarit me vdekje për Monsignor Frano Pjetër Gjinit, Pater Mati Kol Prendushi, Dom Nikol Deda, të gjithë nga Shkodra, u ekzekutuan me datën 11 mars të vitit 1948, ora 5 paradite, dhe fjala fundit ka qenë: Frano Pjetër Gjini tha: Rnoft Krishti mbret, feja katolike dhe katoliket në botë. Rnoft Papa, gjaku dhe trupi jem mbeten këtu, por shpirti dhe zemra është të Papa. Rnoft Shqipnia. Kështu zhduk përpara syve të njerëzve ai që ndërmeshtare të Durrësit ishte më i drejti, punëtori përshpirshëm, i gjallë me përvojë, më i miri, deri në fund që i butë dhe i durueshëm në vuajtje. Në vitin e largët të vitit 1923, në lidhje me një situatë kritike që po kalonte, kështu i shkroi arqipeshvit të Shkodrës: Është folur kaq kundër Krishtit, flitet kaq kundër kishës së tij. Atëherë, pse nuk duhet të duroj atë që shkruhet kundër meje? U pushkatua pas varrezave të rmajt të Shkodrës dhe aty u la së bashku me të tjiret. Nga frika se mund të fajsoheshin, aq shumë ishte përhapur tmerri, as familjarët dhe as kliri nuk u interesua që të merrnin edhe të varrosnin trupin e tij, që humbi së bashku me ato të tjerëve. Pas mureve të varrezës së katolikëve në Shkodër në Shqipëri, komunistët krijuan varrezat e të zhdukurve, u kujdesen e pse jo që pushimi i personave të ndershëm të mos shqetësohej prej pranisë së personave të pandershëm e me ndërgjegje jo komuniste. Pra atje në gropa të përbashkëta dërgjen të varrosura së bashku me shumë të tjerë, ku fomat e shkëlqësisë së tij Imzot Frano Gjini, shkëlqësisë së tij Imzot Gjergj Volajt, Imzot Nikol Dedes, Don Drezadejes, Dom Alfons Thrackit, Dom Mark Bicajt, seminaristit Mark Quni.
E kanë vrarë, ka thënë motër Marie John Markaj, sepse donin të shkatronin Kishën dhe fenë katolike. Shën Augustini edhe për të do të kishte thënë: nëse bariu i mirë që dha jetën e vetë për delet e veta, nxiti mes tyre shumë martir, sa shumë duhet të luftojnë për të vërtetën kundër mëkatit deri në vdekje, deri në dhënien e gjakut, ata të cilëve u besoi delet e veta për t'i kullotur. Përpara shembullit të mundimeve të Krishtit, nuk ka prej tyre që nuk e shohin se barit duhet të shtrëngohen edhe më shumë rreth bariut duke e imituar. Familjarëve që ende nuk dinin asgjë për pushkatimin e tij dhe që 3-4 ditë më pas vazhdonin t'i çonin diçka për të ngrënë, rojet u thanë: nuk ka më nevojë të bini ushqim, sepse nuk ha më. Ishte një mënyrë për t'u thënë të afërmeve se mizogjini ishte sistemuar. U vra in odium fidei. Edhe pse komunistët e kanë maskuar dënimin e tij me motive politike, certifikata e gjendjes penale të Ministrisë së Drejtësisë, zyra e gjendjes civile të Tiranës thot: në bazë të nenit numër 2 të datës 8 janar 1948, gjykata ushtarake e Shkodrës e shpall ushtar për krime dhe armik të popullit dhe e dënon me vdekje. Duke dëgjuar për përfundimin e tmerrshëm të Imzogjinit, me 16 shkurt të vitit 1948, pak më shumë se një muaj prej martirizimit të tij nga Roma, ku jetonte tashmë prej 3 vitesh, Imzot Leone Nigerisi, delegat apostolik i Shqipërisë, që nuk ishte dhënë asnjëherë një gjykim të mirë për Imzogjinin dhe që ishte dëbuar prej regjimit komunist qysh prej datës 25 mars të vitit 1945, kështu shkruante: një i peshvi, ndoshta sekretari i kongregatës propagande fide ose i sekretarisë së shenjtë, mund ta merrni me mend se sa breng të madhe kam në zemër, sidomos për pushkatimin e i peshvive të lejshes Imzot Franogjinin dhe të sapes Imzot Gjergj Volajt, dhe për 20 vitet e burgut të shkëlqësisë së tij Imzot Prenushit. Imzot Frano Ilia, edhe ai i arrestuar dhe i mbajtur në burg për një kohë të gjatë dhe pasi u lirua në vitin 1993, u bë arqipeshvi Shkodrës që e kishte njohur dhe vlerësuar veprën baritore e sakrificat e Imzot Franogjinit, ka lënë këtë dëshmi për të. Duke shkruar se që dënuar dhe vrar in odium fidei dhe për besnikrin ndaj Kishës universale të Romës.